ton. E falenderojmë Zotin ku edhe një herë tjetër dhe uroj që gjithmonë që ditët e kishës të jemi këtu në shtëpinë e Zotit, këtu ku emri i Jezu Krishtit flitet, këtu ku emri i Jezu Krishtit lavdërohet dhe Zoti të marrë përsipër fjalën e tij sonte që të na flas të gjithëve të ne. E dim se fjala e Perëndis nuk dëgjohet nga këtu e përpara, por nga këtu e përpara. Domethënë edhe ai që flet. Mungova pak ditë, rreth 18 ditë në një udhëtim profesional. Dua t'ju them dy gjëra për sa i përket udhëtimit që kisha dhe pastaj të lexojmë nga fjala e Zotit. E falenderoj shumë Zotin se kam kuptuar se periudhat që lejon Perëndia të mungoj nga Greqia është periudha e pushimit tim. Vjen Zoti më viziton, më flet, e falenderoj shumë Zotin, por kam edhe eksperiencë dhe dua të them për dy provoja që kisha tani. Udhtova deri në Mavrik, është një ishull me avion, domethënë, në jug të Afrikës, në lindje të Madagaskarit. 8 herë më i madh nga sa është Malta, është si ishull. Udhëtim i gjatë, shumë orë me avion dhe gjithmonë kur rrugtoj them o Zot, dua të vish të më vizitosh, të paktën të më dhurosh një provojë, një eksperiencë që të kem me ty, sepse atje në shkretir ku shkoj, domethënë është shumë e vështirë gjendja, por Perëndia është kudo i pranishëm dhe të gjitha i përmbush. Kur arrita atje më quan në një hotel, u futën në dhomë dhe them të hapi këtë sërtar të shoh mos ka gjë ndonjë thika pirru që të ha, dhe sikur e hapa gjeta një Bibël. Një Bibël nga ato që japin në ungjillizimin, që ishte gjermanisht, frangjisht dhe anglisht. Dhe u gëzova shumë sepse nuk ka rëndësi se ku gjendemi apo se kur do të takohemi me dikënd, por atje ku shkojmë, përpara se të shkojmë ne ka shkuar Zoti. Dhe Zoti është interesuar që të ndahet ungjilli i Jezu Krishtit në të gjithë faqen e dheut, dhe falenderoj shumë Zotin. Falenderoj Zotin se kjo tregon forcën e tij dhe se sa Perëndi i fuqishëm është. Dhe më dha shumë gëzim kjo dhe them, o sa mirë vazhdoi ky udhëtimi imi. Vazhdova me Krishtin, sa bukur e, ku ka më të mirë se sa të jetës përpara nesh Zoti i plotfuqishëm. Dhe udhtova pastaj me anijen rreth 10 ditë deri në Indonezi. S'kisha vajtur ndonjëherë tjetër në Indonezi. Është pak botë e tretë atje, të varfër si njerëz. Sikur se dhe thoshte Pali për maltezët, jo, njerëz të thjesht ishin dhe shumë të gëzuar me mënyrën që jetojnë. Dhe ika atje nga aerodromi i Indonezisë, nga Jakarta, dhe ashtu sikur se prisja rrallën që të shkoj tek gate atje, them, Zot tani a mund të më thuash diçka të më thuash? Dhe sikur kthehem në të djathtën time, pash një të ri që kishte një bluzë me emër e shtret ishte dhe nga mbrapa shkruante, thoshte: La revelacion, që do thot zbules. Dhe me ndihmën e Zotit, thotë nga poshtë. Dhe pse e them këtë? Sepse Perëndia do të zbuloj planin që ka përgatitur për ty, për familjen tënde, por edhe për kishën e Jezu Krishtit. Por kur ka një kusht, që të dua Krishtin, duhet të ndjeku Krishtin. Kjo është që e kënaq Zotin. Dhe kur themi se ndjekim Zotin, kjo do të thotë se Zoti është përpara nesh. Nuk e kalojmë ne, por e ndjekim. Dhe dua të lexoj një paragraf nga Psalmet. Për ta gjetë është. Kur Zoti drejton hapat e njerëzit,
udha e tij është e pëlqyeshme në sytë e Zotit. Kjo nuk do të thotë se kjo rrugë që eci në këtë jetë derisa ta arrijë në qiell se gjithmonë ndjeku Krishtin, sepse ka momente ku shmangemi, qoftë majtas apo qoftë djathas. Dhe kjo përse ndodh? Ndodh sepse shumë herë më tërheq bota, por shumë më tepër zemra ime që tregon se kush banon në te. Unë dua në zemrën time të banoj Jezu Krishtit. Dhe që të banoj Jezu Krishtit duhet të përulem, duhet të nënshtrohem Zotit tim. Dhe udhën që do të ndjekim na tregon fjala e tij. Duhet pra ta mohoj veten time që të harroj se kush jam dhe të harrosh edhe ti se kush je. Të marr kryqin tim, problemin tim, shqetësimet e mia, vështirësitë e mia, shpesh herë mundimet e mia, Ky është kryqi, sepse kryqi si kryq, si vegël është ka pesh. Nuk është gjë e lehtë të kesh kryqin në korrizë dhe të ecësh, dhe shohim se edhe Jezu Krishti u interesua atit që t'i dërgoi Simon Kirineun. Nuk e la vetëm që ta çojë kryqin ta nxjerrën në Golgot, sepse nuk do të mundte. Por kjo është një shembull për ne. Përse? Sepse kryqin ton e ngren Jezu Krishti. Por kur ne e ndjekim, duhet ta mohoj veten time, të marr kryqin tim dhe ta ndjeku. Kjo rrugë, vëllezër dhe motra, ka një hap të përcaktuar, dhe hapat e mi kanë një ecje të përkatëse, domethënë. Në qoftë se vonohem, atëherë do ta humbi Zotin nga përpara mejet. Në qoftë se shpejtohem, atëherë çfarë do të bëj? Do të kaloj përpara Zotit. Do të shkoj përpara, do të vej vetën egon time, diturinë time, ku nuk është një asgjë, por ne t'i besojmë Jezu Krishtit. T'i besojmë për këtë vepër që ka dhuruar tek gjithë secili për ne. E dini se fundi është i përbashkët. Të gjithë duam të gjendemi atje, në atë vend ku ka përgatitur Zoti, dhe të gjitha janë gati atje. Por unë jam gati që të takoj Zotin tim. Jam gati që të bëj vullnetin e tij. A jam gati që të përulem? Çfarë jam gati të bëj? Jam gati të bëj atë që mendoj, atë që më pëlqen, atë që më kënaq, apo jam gati që të tregoj veten time dhe të them se unë jam diçka, jo unë, tha pali, për Zotin në mua. Vëllezër dhe motra, të japim përparësi në jetën tonë Jezu Krishtit. Kjo është ajo që na intereson. Kjo është siguria jonë. Nuk dua gjë tjetër të bëj, dua të ndjeku Zotin, sepse kudo që të gjendem, kudo që të jem, dhe Zoti lejon edhe prova, lejon edhe vështirësi, por lejon edhe mbarësi, lejon edhe bekimet, jep edhe shpërblim tek ato që do të qëndrojnë deri në fund. A mund të qëndroj deri në fund? Nëse nuk e mohoj veten time dhe të vej Zotin përpara me jetë, dhe Zotin nuk e vej përpara në jetën time që të flas vetëm me Jezu Krishtin, por të tregoj edhe me ecjen time Zotin, të jap dëshmi të mirë, të jetë e shndritshme ecja ime, dhe të lavdërohet Zoti. Falenderojmë shumë Zotin. Dhe kur drejtohen hapat e njeriut nga Zoti, udha e tij është e pëlqyeshme në sytë e Zotit, kënaqet Zoti. Kur të ndjeku Krishtin, gëzohet ati, vëllezër dhe motra. Falenderojmë Perëndin për këtë. Domethënë gëzimi që i jap Zotit të plotfuqishëm, krijuesit të qiellit dhe të tokës, kush është? Që ta ndjeku. Nuk më kërkon gjë tjetër. Zemrën time të jap tek Zoti, gjithmonë. Gjithë zemrën, jo një pjesë,
Jo pak tek Zoti, pak tek bota dhe pak dikun tjetër, por gjithë zemrën 100%. Kjo është që më intereson. Dhe të vi fryma e shenjtë, të më mbush, të djeg çdo gjë që ka zemra ime që nuk është për e pëlqyeshme për Zotin. Dhe shohim në fjalën e Perëndisë se ishin njerëz të cilët e ndjekën Zotin deri kur, derisa u kryqëzua një karakteristik ose një shembull karakteristik. Është ajo që thot me ato dy njerëz të cilët morën vendimin që të bëjnë një rrugë të tyre. Dhe ku të shkojnë? Të shkojnë në Emaus, një distancë 60 state nga Jeruzalemi. Përse? Sepse e humbën shpresën. Ata që kishin menduar në mendjet të tyre nuk u bën sikur donin. Ndiqnin Krishtin, dëgjuan për ringjalljen, por nuk besuan në ringjalljen. Por Zoti është kaq i mirë ku i don, ashtu sikur se na don edhe ne, vëllezër dhe motra, dhe i viziton. Si një njeri që u gjend në udhë të atyre që po shkonin për në Emaus dhe mendonin dhe thonin të tjera pritëm dhe të tjera ndodhen. Kjo a ndodh në jetën tënde tani që flasim, që tjetër të presësh dhe të tjera të bëhen. Lavderoje Zotin sepse Zoti ka për të të shfaqur. Zoti ka për të treguar planin e tij. Zoti do të vijë dhe do të jap përgjigje dhe zgjidhje problemit tënd. Sepse të don, për ne u kryqëzua, vëllezër dhe motra, për bijtë e tij. Emri ton ka shkruar në librin e jetës dhe na njeh me emrin ton. Ka rëndësi shumë të madhe pra që të njohësh një njeri me emrin që ka. E fiton kur ta therrasësh në emër. Kështu edhe ne Zoti na ka fituar. Sepse e mposhti të ligun në kryq të Golgotës. Përse? Që ta ndjekim. Dhe këto dy njerëz këtu u kthyen vajtën për tjetër kund. U kthyen në të njëjtat, sikurse bëri dhe Pietri, ku ishte burr i guximshëm, ku mori dhe dishepujt e tjerë me vete dhe ku vajtën për të peshkuar. Këtë dinin të bënin kaq vite, do më thënë 3 vjet e gjys që ndoqën Krishtin, për një moment humben. Përse të futem edhe unë në një mendim të tillë? Përse të humbi shpresën? Përse të mos besoj se Jezu Krishti është dhe bëhet shpërblyes tek ato që e kërkojnë atë? Përse të zhytem në mendimet e mia, në problemet e mia? Përse të gjitha këto të mos ja lënë në këmbët e Zotit të plotfuqishëm? Por Zoti çfarë bëri? Shkoi dhe ju shfaq atyre. Dhe ato kur e kuptuan se ai që u gjend përpara tyre është Zoti i plotfuqishëm, atëherë çfarë thanë? Dhe i tha njëri tjetrit, nuk digjej zemra jon kur ai na fliste gjatë rrugës dhe na shpjegonte shkrimet, do më thënë në këtë rrugë që kishin menduar të bënin këto dy njerëz që ishin shmangur nga rruga e Perëndis, aty u gjend Zoti për ta. Përse? Që t'i sjell përsëri në udhën e Krishtit. Ky është Ati jon qellor. Ky është Zoti jon, Jezu Krisht. Ne vëllezër dhe motra s'kemi gjë t'i japim. Nuk mund të them se do t'ja arri që të mund të luftoj vetëm unë dhe të arri deri në qiell. Janë kaq të shumta pengesat që gjenden përpara meje sa që nuk mund t'ja dal. Nuk mundemi të mendojmë se ne kemi forcën dhe mundësinë, asgjë nuk kemi. Dhe pa mua, thot Jezu Krishti, nuk mund të bëni asgjë. Nuk thot se nuk mund të bëni 5 nga të 100 gjërat, po jo, asgjë, ma e ke ndjerë këtë ndonjëherë, unë e kam ndjerë shumë herë. Dhe aty ku ndjej një asgjë, atëherë shoh dhe ndjej dorën e Zotit. Dhe dua gjithmonë që udhët e mia
të jenë të pëlqyeshme përpara Zotit. Dua gjithmonë që Jezu Krishti të ecë përpara në jetën time, të përparoj, por disa herë kjo ecje ndalon, dhe kjo mund të bëhet për qëllim të mirë, por kur ndalon pra? Ndalon kur gjunjëzohem tek Zoti im dhe pastaj ndaloj. Aty ndalon koha. Dhe thot psalmisti dikun tjetër, shifni të shkojmë, të adhurojmë dhe të bijmë të gjunjëzohemi përpara Zotit krijuesit ton, sepse ai është Perëndia jon dhe ne popull i kopes të tij dhe dele të vathës të tij. Domethënë jemi dele të Zotit dhe kemi një bari shumë të mirë, emri i tij është Jezu Krisht, i cili çfarë bën? Drejton hapat ton në udhën e tij. Dhe nga që kur isha i vogël, kisha parë se si janë kopera, si është stani, si është bariu. Më kishte bërë shumë përshtypje dhe akoma më e kujtoj. Se me të vërtet është vërtet kjo që thot. Delet njëra shkon pas tjetrës. Asnjë nuk mbetet të ndahet nga tjetra. Por njëra ndjek tjetrën dhe janë të gjitha së bashku. Gjithë, domethënë ngjitur njëra me tjetrën, kanë ngrohtësi, interesohen, kanë bariun, që i ruan, që i mbron, që rrizgjuar. Nuk të le të vetëm, i vetëm është ai kur zgjedh rrugën e tij të ndjek dhe largohet nga rruga e Krishtit. Dhe këtu kisha, vëllezër dhe motra, një kope është që të gjithë ne dele të Krishtit jemi dhe bariu jon Jezu Krishti. E dini se sa kënaqet Ati kur të na shoh të gjithëve të bashkuar këtu në shtëpinë e Atit, këtu ka siguri, këtu ka ngrohtësi, këtu është prania e Perëndisë, është fryma e shenjtë, këtu do të flasë Jezu Krishti, këtu do të shëroj Zoti. Këtu do të tregoj se cili është vullneti i tij. Domethënë Perëndia vjen më tregon vullnetin e tij dhe cila është ajo me vlerë për mua, të vi 2 orë të premten. Nuk është gjë e mrekullueshme kjo. Nuk kërkon as para dhe as gjë. Zemrën time kërkon. Është nevojshme që të jemi në kish, nevojë e madhe. Nevojë shumë e madhe. Nuk do të mundemi, vëllezër dhe motra, të qëndronim nëse nuk do të vinim dhe në kish. Se kur duke ardhur në kish, nderojmë Atin, por ushqejmë edhe shpirtin ton. Ka shumë rëndësi pra që të jesh me vëllezërit dhe me motrat e tu. Të gëzohesh në atë moment kur të takosh vëllezërit e tu, sepse në atë moment është sikur të takosh Krishtin. Dhe kënaqesh në praninë e Perëndisë. Dhe Zoti çfarë mund të bëj? Të përdor vëllain dhe motrën të flas, aty ku ke një dyshim, aty ku digjet zemra jote dhe kërkon zërin e Perëndisë, vëllai mund të flasë dhe të jetë nga Zoti, të ka ndodhur ndonjëherë kjo. Kjo bëhet në kishën e Jezu Krishtit. Për asnjë arsye të mos e lëm betejën tonë. E dim se gjithmonë vështirësi do të kemi. Kjo është jeta jonë. Nuk kemi të tregojmë diçka të mirë Krishtit se bëjmë. Edhe të lodhur jemi, të mpakur jemi, të rënë jemi, për shumë probleme, shumë vështirësi janë, por Perëndia është dashuri. Dhe dashurinë e tij e tregoi dhe e shfaqi ndaj nesh. Kur na thirrri dhe kur pranuam Zotin e plotfuqishëm, na rilindi, u pagzuam në ujë, i dham premtimin se deri në fund do të ndjekim Zotin. Dhe tani që vjen fundi, çfarë do të bëj? Do të kthehem nga ana tjetër? Tani ku do të ndjeku Zotin, do të ndaloj dhe të them deri këtu ishte, nuk ka më Perëndi. Çfarë do të bëj? Tani që ka dashuri, të jemi së bashku, sikur se është kopeja, të shkoj unë të ndjeku udhën time, më vete, të le kryqin tim dhe të ndjeku zemrën time, do me thënë të drejtohem drejt vdekjes, këtë dua të bëj. Çfarë dua të bëj?
Gjitha ditët e jetës time dua të ndjeku Krishtin. Dua hapat e mi t'i drejtoj Zoti i plotfuqishëm. Jo njeriu, por Jezu Krishti. Përse? Sepse ai u kryqëzua për mua. Sepse ai derdhi gjakun e tij të shtrejt. Sepse u përpi vdekjen në fitore. Ktheu kokën e djallit që unë të jem i lirë. Je i lirë, e kupton? Je i lirë. I lirë të lavdërosh Zotin, pa u turpëruar. I lirë të ndjekësh Jezu Krishtin. E falenderojmë shumë Zotin. Të mos e lëm betejën tonë, vëllezër dhe motra. Shumë do të bëhen, por të mos e lëm betejën tonë. Të mos skandalizohemi për Jezu Krishtin. Por të qëndrojmë deri në fund dhe të shijojmë edhe ne jetën e përjetshme. Zoti të na bekojë.